Qeveria e Kosovës ka bërë me dije se qëndron në të njëjtën linjë me presidentin sa i takon krimit të ushtrisë dhe ka filluar punën për të proceduar projektligjin që shndron forcat e sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Në një komunikat të qeverisë së Kosovës thuhet se pavarësisht shqetësimeve të ngritura nga sekretari i NATO-s, Stoltenberg, ambasadori i Shteteve të Bashkuara dhe ai i Mbretërisë së Bashkuar, kryeministri vlerëson se themelimi i ushtrisë së Kosovës nuk mund të mbetet peng i Serbisë. Avancimi i rolit të forcave të sigurisë së Kosovës në ushtri është në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës, pa dallim etnie. Qeveria është angazhuar që Kosova të ketë ushtrinë e saj në suazat e hapësirës së kushtetues dhe me mbështetje dhe bashkërendim me partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, thuhet në komunikat. Qeveria e Kosovës bën me dije se do të trajtojë sipas rregullores projektligjin e propozuar nga presidenti si komandant suprem i forcave të sigurisë së Kosovës, në mënyrë që të jetë në harmoni me kushtetutin dhe të ketë mbështetje buxhetore. Pas kërkesës së NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ky projektligj të mos procedohet, presidenti tha që nuk u tërhoq duke thënë se qeveria dhe deputetët kosovar do të bëjnë gjën e duhur.